Motra dhe vlezër, të dielën keni një zgjedhje midis një kandidati që ka ardhur këtu në Dibër për partinë e tij dhe Muharremit që është këtu para jush për komunitetin e tij. Jeta më ka sjellë shpeshherë këtu në Dibër, kam takuar burrat moçëm, pa shkollë, po që 7 universitetet kesh nuk i sjell dot vërdall. Mbase ata mendojnë që do t'ju sjellin vërdall. Nuk mund t'ju them unë dot ju që ne kemi bërë në mrekulli për Dibrën, sepse nuk kemi bërë mrekulli as për Dibrën dhe as për në një vend tjetër. Por ama unë ndjehem i fyer kur dëgjoj që gjatë kësaj fushate del përsëri nga brezi shpata e përçarjes veriut me jugun. Me tezën Edi Rama ka investuar për jugun, jo për veriun. Edi Rama qendrat e qyteteve i bën në jug, jo në veri. 10 projekte të rilindjes urbane janë bërë në qarkun e Dibrës. Dhe nga këto, pjesën 1/3 i ka Bashkia e Dibrës, i ka qyteti Peshkopis. 2 projekte të mëdha që kanë nisur këtu në qytet, janë vetëm fillimi i një seri e projektesh që ne nuk do i financojmë me vizion. Do t'i konceptojmë me vizion dhe do i financojmë me parat tuaja, me parat e mirë administruara të buxhetit shtetit, sepse ai është buxheti juaj. Urra barbarisht një administrator. Paktën shero, një fjalë duhet ta thoshte. Sepse kur goditet një qytetar i Dibrës, s'ka rëndësi çfarë partie ka, goditet një antar i këtij komuniteti. Ishte Muharremi, që la fushatën dhe shkoi dhe i qepi plagët. Të dielën do votoni për rrugën para shtëpisë, për Dibrën e pastër, për Dibrën me gjelbrim, me ndriçim, për Dibrën ku uji shkon në çdo parcel, për Dibrën që po i kthehet kohës së bashkëjetesës normale, të ligjit, të rregullit, të shtetit, për Dibrën ku fitojnë ata që e meritojnë. Na duhen kryetar bashkish që i njohin të gjitha plagët e komunitetit, por që kanë dhe aftësinë për t'i shëruar ato. Na duhen kryetar bashkish si Muharremi. Ne shlyem $720 milion borxhe për ato rrugët që Meremek i lanë gati. Se po të mos i kishim ato borxh, e kishim bërë 3 herë rrugën e Arbit sot.